Me mua në studio në këto momente është bashkuar analisti dhe gazetari Mustafa Nano për të komentuar aktualitetin politik. Zoti Nano, mirë se erdhe. Zoti Nano, e nisim me vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me çështjen e zëvendës kryeministres Balluku. Barazim 4-4 që çoi në rrëzimin e ankimimit kryeministrit për pezullimin e zonjës Balluku. Betejë vazhdon, u shpreh kryeministri. Si duhet lexuar ky qëndrim në opinionin tuaj? Me thënë drejtën, edhe mua më bërë përshtypje kjo frazë, betejë vazhdon. O përpojë thellohet të kjo gjë, përpojë të kuptoj se çfarë ka në mendje ai kur thot betejë vazhdon. Ndoshta ka në mendje që betejë do jetë në parlament, aty në parlament ai ka votat, dhe nuk do t'i japi, nuk do lejoj SPAK-un që të arrestojë në një deputet të vetin. Për të votuar për mos t'i hequr mandatin, apo jo? Për mos të hequr mandatin, për mos lejuar arrestimin e zëvendës kryeministres. Imunitetin, imunitetin zonjës Balluku. Po, imunitetin. Por përsëri, ky si gjest nuk ka të bëjë me ndonjë betejë, më tepër është mbrojtje se sa sulm. Sepse betejë nuk kupton që betejë vazhdon dhe ne do jemi në sulm. Nuk e di, mund të jetë në një frazë që i ka shpëtuar, le themi, pa dëshirë për përcjellje një mesazh të veçantë, po edhe ne përpiqemi ta interpretojmë. Ati nuk është se mbete Ramës, nuk është se mbete shumë gjëra tani për të bërë. Ai thjesht duhet të bindet vendimit që është marrë dhe duhet të bëjë llogaritë veta se çfarë do ndodh bazuar të qëndrimit që do mbajë parlamenti ndaj kërkesës së SPAK-ut për të arrestuar njërin apo tjetrin. Për mua, Rama duhet që ta pres një herë mirë këtë gjë, për çdo kërkesë që do vijë nga SPAK-u, parlamenti duhet t'i japi pon. Qoftë arrestimit, qoftë hetimit. Kjo është një reformë që e ka bërë klasa politike shqiptare, e ka bërë më së pari Partia Socialiste, është mburur me këtë reformë, edhe nëse ti fillon edhe bën naze, hedh vickla, hedh shelma, nuk i bindesh institucioneve që kjo reformë prodhoi, atëherë nuk e di, krijohet një kontradikt, me midis medales që ti vure vetes edhe frikës që tani ti ke se këto institucione nuk mund të funksionojnë në mënyrë, le themi, të pilotuar me qëllime anti-maggiorancës dhe gjëra të kësaj natyre. Nuk e di, e shoh kryeministrin në një pozitë vështirë, për mua vetëm gjë që duhet bëj është që duhet ta shkarkojë zëvendës kryeministrin. Madje përpara se ai ta shkarkojë zëvendës kryeministra vet duhet të i jap dorëheqje në mënyrë që të përballet jo vetëm ajo, por në çdo rast të tillë zyrtari, dinjitari i lartë duhet të jap dorëheqjen. E para e punës për t'i thënë publikut që unë jam e pastër dhe jam e hapur për drejtësinë, le të vit verifikoj. Edhe ballafaqohem si qytetare e lirë e Shqipërisë. Dhe e dyta për mos e lënë gjithë maggiorancën, gjithë parlamentin, gjithë, le themi, legislaturën në dorën e fatit tënd personal. Pra këta njerëz duhet t'japin dorëheqjen. Unë këtë nuk kuptoj dhe përderisa këta nuk e bëjnë, duhet ndërhyjë kryeministri Rama. Duhet t'i largojë, duhet ta bëjë si rregull, duhet ta bëjë rregull numër 1. Kushdo që bie në, le themi, në mbështrimin e SPAK-ut dhe ka një kërkesë nga SPAK-u, o për ta hetuar, o për ta arrestuar, apo nuk e di unë çfarë kërkesa tjera mund të ketë, përgjigjja jonë do të jetë po. Rama nuk po e thotë gjë. Ky vendimi kushtetuese sipas jush a ndërlikon edhe më shumë çështjen apo kompromentimin e SPAK-ut duke qenë se kërkesa për pezullim nuk u qartësua nga kushtetuesja? E keni fjalë për qëndrimin e SPAK-ut lidhur me këtë çështje apo në përgjithësi? Jo, me këtë çështje. Me këtë çështje, kjo është fitore e SPAK-ut. Është fitore e qartë e SPAK-ut. SPAK-u donte që Balluku mos jetë më zëvendës kryeministre, Balluku nuk është më zëvendës kryeministre. Kështu që nuk ka asnjë diskutim në këtë mes. SPAK-u e ka fituar këtë ndeshje me Ramën, sepse kjo ishte, le themi, e personalizuar ndeshja kjo ishte. SPAK, kryeministër. SPAK-u fitoi. SPAK-u ekziston rreziku, që SPAK-u bazuar të fitore, se kjo është fitoria më e madhe, si thuhet, e natyrës politike që ka SPAK-u. Bazuar te kjo fitore, SPAK-u mund marrë një super xhiro, mund të japi gaz makinës vetë dhe mund të, le themi, mund dalë jashtë kontrollit. Për mos thënë që ka shenja që ka dalë jashtë kontrollit. Jashtë kontrollit flasim për mirë në këtë aspekt apo edhe mund të abuzojë?
I ka të dyja, jashtë kontrollit politikës, dhe kjo është gjë e mirë, sepse jashtë kontrollit politikës. Jashtë kontrollit politikës, po ka dalë edhe jashtë kontrollit, themi, edhe common sense-it. Sepse po godet hallka të dobta dhe nuk po godet s'ka kuraj të godasi aty ku duhet, të peshqit e mëdhenj, të ata që janë më të mëdhenjt. Nuk e di, këto mund të jenë edhe orekse personale të mia, të tua, apo të një tjetri, por ka një le themi një perceptim të përgjithshëm që SPAK-u ka shpëtuar nga kthetrat e politikës, po tani është jashtë çdo kontrolli. Jashtë çdo kontrolli. Kanë individë të caktuar aty brenda, mund të kenë mlefe, mund të kenë dufe ndaj njërit, ndaj tjetrit, për kënaqësira të trashëguara që i manifestojnë dhe i nxjerrin aty në punën e tyre. Ose mund të, le themi, janë jashtë kontrollit të politikës, po kontrollohen nga një, nga dy, në mënyrë, le themi, në mënyrë të fshetë, të padukshme, të mistershme. Kështu që ekziston kjo frikë. Tu keni parasysh ndërkombëtarët nga pas, nëse do të ketë një frymë të mistershme? Jo, ndërkombëtarët këtu janë vetëm amerikanë që shkojnë e hyjnë te dera e SPAK-ut si në shtëpinë e tyre. Është pak anormale kjo gjë. Këtu ndërkombëtarët të tjerë nuk ka. Europianët, unë nuk shoh që, le të themi, të kenë akses apo ndikim te SPAK-u. Që është në fillim SPAK-u u dizajnua dhe u projektua që të ishte nën kontrollin e amerikanëve, por nuk është se çdo vendim që merr SPAK-u, le të themi, është vendim amerikan. Ata mund të jenë të interesuar, nuk e di, për gjëra shumë të rëndësishme, pastaj për rutinën e përditshme, siç mund të quajmë edhe këto, pa ditë në një ministri apo kërkesa për arrestim në një ministri, këto janë pjesë tani e rutinës së përditshme. Që nuk besoj që kemi arsye ta lidhemi në një, le të themi, dëshirë vullnet apo komplot amerikan që bëhet kundër njërit apo tjetrit. Zoti Nano, ka ngjallur shumë diskutim votimi kundër kërkesës kryeministrit i antarit të kushtetueses Gent Ibrahimi, duke qenë se në 12 dhjetor ai ishte shprehur pro pezullimit të masës së pezullimit. Në këtë kontekst mendoni se kanë patur rol për ndërhyrjet e jashtme dhe integriteti një pjese të trupës së kushtetueses? Po nuk e di, nuk më mbetet gjithë vetëm të spekuloj, prandaj edhe duhet ta shpang këtë pjesë, sepse nuk kam asnjë fakt në dorë. Sigurisht që çështja ka qenë shumë delikate, ka paraqitur interes të madh edhe publik. Jo, flas tu pasi në media her pas here presioni ndaj kushtetueses ka qenë i madh apo jo? Po, presioni. Flasim nga politika. Ka qenë presioni natyrës politike. Unë nuk e di tani nëse këta njerëz kanë pasur kontakte të caktuara, kanë pasur presione, kanë pasur, le të themi, blerje. Është e kotë të spekulosh. Ne kemi një gjykatë kushtetuese, ajo sipas kushtetutës opton ka takën për të marrë vendime në rrethana të tilla, ajo e ka marrë një vendim. Edhe ne nuk kemi, duhet ta respektojmë. Detyrë tjetër vetëm ta respektojmë atë vendim. Mund merremi gjithë ditën me spekullime, që po si ndryshoi kaun ai, nuk e di, rrethana të tilla do ishte mirë që vetë gjyqtari, le të themi, të jepte një shpjegim, të jepte një sqarim, edhe ndoshta edhe mund ta jap, se mund ta ketë edhe një shpjegim kjo gjë, kthesa atij. Kështu që unë nuk jam i prirur të spekuloj lidhur me këtë gjë. Kryeministri ishte jashtë për sot, madje foli për pengmarrje të qeverisë nga ana e gjyqësorit. Sa larg mund të shkojë një përplasje e qeverisë me drejtësinë dhe çfarë pasojash konkretisht mund të prodhojë ajo? Jo, e para kryeministri ka gabim. Kjo nuk është një pengmarrje e qeverisë. Pengmarrjen e qeverisë po e lejon vetë kryeministri. Ata thjesht mbi bazën e kodit procedurës penale kanë kërkuar që një ministër i ka cituar vetë ai, nuk e citoj unë. E ka cituar vetë Rama. E quan pengmarrje. Po, pengmarrje të qeverisë nga gjyqësori. Nuk është pengmarrje dhe po shpjegoj. Ka një kod të procedurës penale, i cili në një nend vetin lejon gjyqtarët që t'i heqin, lejon sistemin drejtësisë t'i heqin mandatin e ministrit, t'i heqi, le themi, po, portofolin e ministrit një antar i qeverisë. Është kodi i procedurës penale. Nëse Rama është i shqetësuar shumë në kjo rrethan, ai ka vetëm një gjë për të bërë, të mbledh parlamentin, votat e vet ai ka të ndryshojë këtë pikë të kodit penal. Pra t'ia heqi këtë tagër sistemit drejtësisë. Në rrethanën konkrete, ai kaosi dhe konfuzionin e ka krijuar vetë bashkë me personi që refuzon të jap dorëheqje, se me dhënë dorëheqje
Ministria, në fjalë, zvendësohet dhe qeveria vazhdon, edhe gjithë ky debat nuk do bëj. Problemi është që Rama nuk po e bën gjë. I sulet sistemit. Ti nëse mendon që sistemi ka motivime të gabuara, ka motivime të liga dhe të poshtra, dhe i ka motivime kundër teje, ti ke mjetin për ta nxjerrë huq, si thua, atë vullnetin e ligë që ekziston në sistemin e drejtësisë. Ti shkarkon me ministrin ose detyron të japi dorëheqje. Dhe kaq, edhe vazhdon loja, vazhdon jeta. Unë nuk e di, është një karfosje e keqe, nuk e di si do përfundoj, nuk e di se çfarë të gjëra të tjera kanë, le themi, në dosjet e SPAK-ut. SPAK-u nuk është konflikt vetëm me Ramën. Në këtë moment, pala tjetër duket se është e kënaqur dhe përfërkon duart, por nuk shoh arsye që të përkoj duart, sepse lideri i saj ka disa akuzat dhe shkon çdo javë te SPAK-u. Pra, nuk e kuptoj këtë lloj entuziazmi, këtë lloj zjarrmie që ka kapur palën tjetër. Plus që thuhet që ka dhe akuzat tjera për një apo dy njerëz të rëndësishëm të opozitës. Kemi një konflikt apo kemi le themi një ndeshje midis SPAK-ut, i cili është një institucion i ri i sapo dal nga reforma në drejtësi, për cilin akoma ne nuk kemi një bindje të plot, na pëlqen për disa gjëra, pas na pëlqen për disa gjëra tjera, por konflikti i SPAK-ut nuk e ka vetëm maggjorancën, e ka me gjithë klasën politike. Edhe unë besoj që mbështetja që ka SPAK-u vjen për fakti që opinioni publik shqiptar është i kënaqur që disa njerëz të mëdhenj ose të rëndësishëm që quheshin të pagoditshëm, sot tani janë të pambrojtur dhe besoj që kjo është një kënaqësi instiktive që ndjen një pjesë e madhe e opinionit publik shqiptar. Por është një betejë ashpër, sepse në momentin që do fillojë SPAK-u, që të veprojë më fort ndaj Berishës për akuzat që ngrihen ndaj tij, ne do shohim le themi tavolinën të kthyer nga ana tjetër. Do kemi maggjorancën që do t'i kërkojë opozitës qepën i gojnë tani, sepse SPAK-u është SPAK, kemi në dakord që vendimet e SPAK-ut të respektojmë, pra është një betejë midis klasës politike në tërësi dhe SPAK-ut. Kryeministri po vijon po ashtu përplasjen me gjyqtarët dhe prokurorët që kanë çuar në kushtetuese çështjen për pagat e tyre. Ai tha se 90% e shqiptarëve nuk duan që pagat e prokurorëve të rriten. Ju futeni ke ky 90% apo tek pjesa tjetër? Nuk e di, nuk kam qëndrim timin për të punë, sepse nuk e kam vrarë ndonjëherë mendjen. Gjyqtari është bërë, gjyqtarët dhe prokurorët është bërë një rritje mirë, edhe me informacionet që kam unë për shkak të kësaj rritje, edhe për shkak të reformës, edhe kontrollit dhe monitorimit që bëhet ndaj gjyqtarëve ndaj të gjithëve, është zvogëluar korrupsioni. Rritja e rrogave sigurisht ndikon shumë, edhe një rritje tjetër mund ta zvogëlojë korrupsionin edhe sa më shumë. Por unë nuk e di, një rritje tjetër mund të krijonte pastaj një lloj disbalancimi në hierarkinë e pagave dhe mund të krijonte një kast të super privilegjuar dhe kjo do rriste më shumë edhe le të themi pavarësinë e sistemit të drejtësisë, por pavarësinë prej kaçaku, jo pavarësinë që neve na lipset, sepse do bëheshin le të themi pjesa më e llastuar e gjithë sistemi dhe gjithë burokracisë shtetërore. Kështu që është një medalje me dy anë. Përsëris edhe një herë, nuk e kam vrarë mendjen me shumë të thelluar për të parë se cila anë tani duhet parë me më shumë rrezik. Fakti që një pjesë e burokracisë shtetërore, siç është sistemi i drejtësisë, po llastohet dhe po spitullohet, apo fakti që ne sistemi i drejtësisë na duhet, është një emergjencë dramatike, na duhet të jenë të fortë, madje duhet të jenë edhe më të fortë se kaq. Me fillim është një analizë që duhet bërë me, le themi, duhet shtruar mirë për ta bërë, nuk mund të jepë një përgjigje kështu edhe nxehtë. Megjithatë, ajo duket vi logjike që nga njëra anë kërkon të fusë në burg qytetarët, të cilët parkojnë dysh pra automjetet e tyre në rrugë, dhe nga ana tjetër miraton amnisti penale dhe ankohet për numrin e lartë të paraburgosurve. Okej, amnisti penale ka gjithmonë, edhe do ketë gjithmonë, sepse ka njerëz që janë futur në burg për dënime, le të themi, të lehta apo për vepra kriminale të lehta, po ka të burgosur që më të futur atje
si thuash, kam mësuar një lloj ndriçimi edhe kanë nxjerrë mësime. Kështu që janë politika penale që bëhen gjithandej. Çështja është për numrin e lartë pra para burgosurve që ekzistojnë aktualisht. Ky është një problem. Për ta ulur të unë, por nga njëra anë kemi lirimin e para burgosurve, nga ana tjetër pra ligjin që parkimi dysh mund të çojë edhe deri në burgosjen e qytetarëve, por nga ana tjetër kemi mbi popullimin. Burgosja më duket... Pra lirok të shtrëngon nga ana tjetër. Burgosja më duket një masë rëndë, por si qytetar, unë kam nevojë të merren ca masa në mënyrë që trafiku të disiplinohet. Sepse është një nga gjërat që unë vuajnë Tiranë, është një nga gjërat që Tirana e bën të pabanueshme. Nuk kuptoj pse duhet shkuar deri tek burgosja, ti mund të vësh gjoba të larta. Edhe problemi zgjidhet. Edhe nuk ka kuptim, nuk para ka precedent shumë në botën e sotme që njeriu të burgoset për një parkim dysh. Kështu që me këtë nuk jam dakord, por duhet marrë masa të forta për të disiplinuar trafikun, sepse është një nga gjërat e rëndësishme, ka të bëjë me cilësinë e jetës tonë në Tiranë. Raportohet për një skepticizëm të Brukselit në raport me integrimin nisur nga ngjarjet që kanë ndodhur në Shqipëri dhe që lidhen me nivelin e lartë të korrupsionit. Mund përmend këtu Akshin, si e shihni këtë proces, do ta fitojë kryeministri këtë garë me kohën për të përmbushur edhe një premtim që ishte pasaporta europiane e shqiptarëve brenda këtij mandati. Unë nuk kam sinjale që ky shqetësim jon i brendshëm të ketë shkuar në Bruksel. Kam dëgjuar Berishën që si thua ka lënë të nënkuptohet, po Berisha është njëri më pak informuar në lidhje me atë që ndodh në Bruksel, se Berisha nuk shkel dot, nuk takon dot asnjëherë, nuk takon dot as ambasadorët e le të themi vendeve europiane këtu në Tiranë, lërë më të tjerat. Sinjale të tjera nuk ka, po me siguri janë të informuar. Për Brukselin unë mendoj që më shumë rëndësi ka që të si thuash të vendosë drejtësi, sistemi drejtësisë, le të themi, të ndëshkojë korrupsionin, se sa pranije e korrupsionit. Korrupsion ka kudo, ne po e marrim vesh me fenomenin Epstein, me fenomenat tjera, por sistemi drejtësisë edhe sistemi në përgjithësi funksionon. Kur shef, le të themi që ka korrupsion, ndalon dhe bën dëshkimet e dhura. Nëse edhe në Shqipëri do të ndodhë kjo gjë, unë besoj që Brukseli do të ketë arsye të jetë i kënaqur, që sistemi po funksionon. Pra, më shumë, unë të Brukseli shoh një kënaqësi kur sistemi funksionon, se sa një pakënaqësi që ka shumë korrupsion. Sepse korrupsion kanë edhe vetë. Rama tani nuk duhet të kompromitojë të parën, nuk duhet të bëjë Brukselin apo vendet e tjera që mund të vënë edhe veto, kur dhe puna e ndërsimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që të mendojnë që atje jo vetëm ka korrupsion, pa atje nuk lejohet edhe sistemi drejtësisë të dërojë korrupsionin. Kështu që këtë dytën nuk duhet ta lejojë. Mirë, me mënyrën si po sillet, me konfliktin i shkruar tani kanë përshtypjen që edhe këtë dytën ka për ta kompromentuar. Është për të ardhur keq. Kam dhe diçka të fundit, në 10 shkurt, opozita pritet të mbajë një tjetër protestë për largimin e qeverisë. Sa shtojnë presionin mbi zoti Rama këto protesta dhe çfarë ndikimi mund përcjellin në opinionin e jashtëm? Po s'ka, nuk besoj se protestat e Berishës kanë pas një jehon jashtë, ka pas një gazetë e cila ka raportuar sepse kanë parë zjarr përpara kryeministrisë, edhe është krijuar ideja në një dhune, vetëm kjo e bën lajm, kupton? Po tani ata të opozitës duhet të zgjedhin, duan të bëhen lajm se s'bën, apo duan që ta kenë mirë me votuesit shqiptar. Votuesit shqiptar nuk janë të kënaqur nga ato, le të themi, sjellje dhune, apo nga protestat të dhunshme, apo nga kanosit që bëhen. Do bëhen protesta aty, do ta shohë Rama, do fshihet, nuk do di ku është vrima e miut. E para punës që këto janë të zhvlerësuar si kërcënime, dhe e dyta do jetë një protestë normale, besoj që do jetë më pak masive se sa jo e fundit, sepse dhe njerëzit aty lodhen kur shohin që thirren në protestë për çfarë? Për të bërë një paradë në bulevard dhe asgjë tjetër, sepse asgjë tjetër nuk do ndodhi. Çfarë do ndodhi? Qeveritë shqiptarët do të mësojnë mirë, rrëzohen te kutitë e votimit, nuk rrëzohen ndryshe. Kaq, është thjesht. Zoti Nano, falenderoj për bisedën, kënaqësi që kishë në studio. Faleminderit juve.